24 orë para nisjes së seancës plenare për reformën në drejtësi, Kryeministri Edi Rama deklaroi arritjen e marrëveshjes politike për votimin e saj. Para mediave shefi i qeverisë doli me kostumin e fitimtarit, pasi siç tha, Partia Demokratike ju nënshtrua vullnetit të popullit dhe atij të partnerëve strategjik ndërkombëtar të vendit për të votuar një reformë historike. Që i hap rrugë revolucionit në sistemin e drejtësisë, për përmbysjen përfundimtare të kastës së të korruptuarve dhe të inkriminuarve që mban peng drejtësinë në këtë vend. Kreu i qeverisë ripërsëriti të ashtu quajturat vija të kuqe, të vendosura nga ndërkombëtarët, të cilat kishin për qëllim votimin me konsensus të reformës. Se vijat e kuqe ishin aty, janë aty dhe do të mbeten aty të palëvizura me votimin unanim të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, që do të thotë se këtyre vijave të kuqe, kjo reformë ka garantuar vijën mbrojtëse nga çdo përpjekje për të penguar revolucionin drejtësi me mjetet e korrupsionit politik apo financiar. Kryeministri Rama një vlerësim e pati për opozitën, e cila sipas tij hoqi dorë nga betejë kundër partnerëve strategjik. Jam shumë i gëzuar që Partia Demokratike u bë pjesë e kësaj fitoreje të madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. E dyta, jam shumë i gëzuar po ashtu që përpjekja delirante për të shpallur luftë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian rezultoi një fllus kësaj puni. Në fund tha se të gjithë duhet të ndjehen të lehtësuar, pasi në Shqipëri nuk u arrit të formosojë asnjë grupim, i cili do të mund ta damkoste vendin. Më vjen shumë mirë që si piktor vijat e kuqe mbetën thellësisht të kuqe.